Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 15. Qiej, yj edhe ti han, ti flamë madhe e thën, yll I marë luftë dhënës, gjak derdhës e brëngështënës, qiej kuq po si gjaku, dhe ti vetë plaku. E ti që vjen duke kthyer e del më të zbardhëllyer, afër ditë zabardhushe, trup bukura syr larushe, ti dhe bare e gjethe shumë, lume madh e punë lumë, që si kur ta kesh në dorë e të hapsh do të kraharor, do ta shohç zemrën tënë, që s'ka tjetër fare lënde, po veç gjakthin edhe vrerë dhe ahni njeriu të mirë, mund dhe ti ta mbaç më të mirë, që ke ngrën e që ke përpir, dhe ti njeriu I mirë që vjen por një copë herë. Ju fusha male e drur, ti lumë që s'lodhesh kur, rini, pa pushoni, mos lëvrini, po dëgjoni, se sot u them që shkanjar, pa dëgjoni duke qarë, kur bie breshëri shumë, dhe rëket bënen lumë, pa me vërtik të madh vinë, e rëmbejnë bagëtin, bari u she me sy vetë, pa mbete të fare shkretë, I kujtone të kopeja, lot t'i ven si rëkeja, me I ton deshtë me këmborë, dhe ri me krabë në dorë, psherët tin dhe qanë e rihet, jeta të gjorit I nxihet, më nuk I mbetet të shpresë, pa do të bjerë e të vdesë. Bari ju qanë bagëtin, po a ju zot një rëzin, që I dërgoj një nga një vetë, në atë luftë të shkret, Imam Huseini mejtohej, ri më këmbë e nuk ështroj, ish psheturë mbi një ushtë, që ishte e shëndot dhe e bushtë. Aliu pa ashtu të anë dhe e la të vëllan, po si djali si fajkua që ishte trim po si dragua. U nis në luftë të vej, pa u derdh të mirë të lej. Imami e puthi djalën, dhe I mbajti vetë kalën, e nisi për natë jetë për të Zoti I vërtet. Gratë gjithë me lotë qanë, vdekjen me sy e panë, pse su bë rezë, re e madhe shumë e zezë, dhe lotë shi pse su bën, për mbi dhetë të kishte rënë, një pikës ujë të pinin, buzë pjekur të mos rrinin. Aliu ngjante malin, kishte gjithë trimërin, ishte vetë urtësia, edhe vetë bukuria. Kur doli në shesh të kaluar, ishte si pëllumbi shkruar, sa ishte e madhe gjëm për atë të zezë mëm. Armikët të kur e panë, mben më vend e siran. Aliu tha luftëtarë, dërgomën I një të parë. Po njeri zguxoi të dalë, s'ju përgjigj në as me fjalë, pa ja mbushi frenë kalit, u derë si dragoj I malit, u fut në mes të ushtërisë, sa armiku të perëndis, u ra si shqipja mbi krye, një ushtëri e tër u thye. Djali I shtrim I vërtet, ishte si Aliu vet, po hekuri që kish veshur dhe armët që kishte ngjeshur, vapa dhe etje shkret, e lodh trim në vërtet. Pa po më nuk e zjati, pra u kthye tek I ati, I pa me sy dhe një herë, atën e mëmën në mjerë, edhe prapu lëshua, djali bukur si fajkua. Përpara I del tariku, po e pa keq edhe iku, pa Aliu I arriti mbi dhet me një herë shtriti, dodhi I biri Ymeri, ra dhe ai po si deri, pas ati u ngrit e hipi e dodhi me zragalipi, dhe atë e shturi me një herë, e shtriti sa gjatë e gjerë. U trem gjithë ushtëria, nga trimëri e atia, mës delte njeri nga frika, të gjithëve u rapika, me 2000 luftëtarë Ymeri dërgoj të parë, myf qemnë që të leftonjë, kundrejtësoje të qëndronjë, të 2000 e rrethuan, po ura e mës qëndruan, shumë vrau preu theri ushtrin në shesh të Siberi, dhe prap ndaj tetu kthye, se u lodh e u zbërthye. Si t'ja bëjnë, tha unë I mjeri, vapa dhe etja më theri, I ati e puthi djalën, a ju prap e lëshoj kalën, se s'mund të ronë ndë jetë, unis për Zot në vërtet, se
rrojtja ishte mundime, edhe helme i hidhërime, vdekje shkret ishte shpëtimi, pa u derdh përsëri trimi, gratë dhe një herë pan, pastaj për jetë undan, për vdekje djali po vinte, vdekje nërduar shpinte, pa thiri Zoti vërtetë, mos më mundon më në jetë, se u dosh u përvëluash, po teje nuk u mërguash. Kështu tha, ndo ushtërit u hyri, pa trembur fare syri, me buzë të përvëluar, si zog duke fluturuar, armikët të gjithë i ndau, dhe i të qen e i qau. Mori plagë mi shumë, gjaku i vate si lumë, pa i la jetën e shkret, vate të Zoti vërtet. Po, o mëndzyre shkret, të shoft Zoti i vërtet, dhe ti e shkret o e thanë, njeri pa brengës kilan, në kohët të djaleris, bukuroshi Perëndis, me zëmrë të përvëluar e me shpirt të dëshëruar, la jetën e njerëzin. Qani shokalin, ju vajtët e Perëndia, po e varfëra fëmia që pan gjëmë mbi gjëmë nga armikët Pacinëm e mallkime dhe mundime hidhërime që bën aq të këqia, spat në turp nga Perëndia. Të mirët tanë u munduan, ne nga zjarri na shpëtuan, ata zvdishnë për ne mbene, nër ne mbene edhe sot janë si qenë, bota ata si harojnë, në shpirtra mbretërojnë. Më zduruan e do të gratë, se ditën e panë natë, Zejnet Abidin i shtritur, ishte verdhur e venitur, ishi sëmure i prerë, ndë edh e në lëngim i nderë. Pa ungrite dhe duke qarë e armët duke marë, dodhi si trim e si burë, ma nuk ishte i sëmur, derdhi lot për të vëllanë, pasaj vat e gjetë të anë, pa i puthi kambedor, e ju lu djallë thigjor, po i ati si dha lej, e mbajti se latë vej, pa i tha, falmë dhe mua leje se jetë më zdua. Zdua të mbes pas atyre, të ronjë pas kësaj mënzyre, do të vdes, srojnë do të aspak, se kam në zemrë një flak. Si t'ja bënj i mjeri unë, në jetë mës më mbet pun, shokët të gjithu vran, e mua vetë më lan. Imam Husseini i tha, trimi nuk mundet nga mundimi, ata vanë në atë jetë, te Zoti madhi vërtet, u poshnë me Perëndin, dhe me Muhammed Alin, edhe më Fatimen, edhe Hasan atje gjen, djeli zduket pa ngdhir, natën në erësir, këjo jetë gjumë quhet, shpirti pas vdekjes gjuhet. Njeriu që është i vërtet zdes kur në këtë jetë, mësa humbet rëndafili, ere ti edhe bilbili, aqë dhe njerëzia ashtu dhe gjithësia. Po për ty sot së shkruar nga Zoti madhe i lëvduar, pas nesh vjen dhe ti vetë dhe na gjen në atë jetë, po sot vdekja së shtën, për tjatër kohë është lënë, nuk shuhet dera jon. Nuk shuhet dera jon, kemi ndihmës vetë zonë, tani të lë urtësin dhe durim e trimërin, udhëzën e Perëndis dhe shpëtim në njerëzis. Pa të rish në këmbëtime, me zëmrë plot durime, besën dhe Perëndin e të tërë njerëzin, mi qafët tënde t'i lash, që të shikosh si pash. Kështu tha dhe i dha urat, djalit urtë e jetë gjatë, i tha që kishin thënë, e i la që pat në lënë, e puthi me malëngjime, me zëmrë plot hidhërime. Djalëna këshu e mësojti, edhe grati përqafojti, pa u tha të mos të rrisni, kuje kurë të mos nisni, se është e madhe mëkat, edhe turp të qaj në gratë, është e mira të duroni, kështu desh Zotit të thoni, po me lot pakës qani, hidhërim në mos e mbani, se Zoti madh i vërtet na fali lot në jetë që të qajme të dëfrejmë zemrën të gënjejmë. Se nga gjithë që na ka dhënë, as një pandim s'ka lënë, mos pandehni që u lë shkret, se u lë Zot në vërtet, u lë vetë Perëndin edhe Zejnet Abidin, shtyllë e gjithë njerëzis dhe miku i Perëndis e i Muhammed Aliut, shpëtim e shpresë e njeriut,
Ky pas këtaj do të mbes, ky është imam e bes, nuk shuhet dhe rajon që ka pushtuar zon, nga neve Zoti vërtet se lë shkret këtë jetë, brez pas brezi do të vim, të shpëtojmë njerëzin, dhe ju pas nesh do të vini, se për jetë këtu sini, po sa gjallë me ndërtëroni, udhën në mos e haroni, me ne kush do të luftojnë, Zoti madh do ta mundojnë, njeriu s'mund ta gënjejnë, gjithë sa bënë do t'i gjenjë, po ju njerëzit ndjeni, dhe mirësi t'u rrëfeni, çdo të hiqni të mos pshoni, zemrën e ta zveroni. Të parët kështu na thanë, e këtë bes na lanë. Kështu tha me zemrë të qetë, Zoti trim, buri vërtet, dhe u ngrit me vrape dodhi, fëmia gjithë e përsodhi duke qarë, po, për jetë të ndarë. Qysh të ndahen më të gjallë, e si ta mundi në malë, po, kulmi shtëpis, mbreti gjithë njerëzis. Po a ju Zotë s'doj të dinte, thoshnje se më das më vinte, kur i hipi kalit trimi, grati mbyti mallëngjimi. Kali malë po si hastriti, këmbët e para i ngriti, pa erdh e u ashpërua, po si dragoj u arbua, nga goja flak po nxirte, fren në rëdhëmbë e mirte, shkrepëtint e ingëllinte, dhen e qiejt i trëndinte. Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 15. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.